E bën edhe bën të drejtje, ta kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa bukë. Ke parti me një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. For behavior in independence. Costing an excessive training this summer. Kështu të pyesë se kemi lënë me njëri pa pyetur, ideja është domethënë që gjithmonë, shiko, vërtet gjithmonë Franca ka qenë pak e vështirë për njerëzit të kuptojnë se si funksionon një ligj në realitet, domethënë se është një gjë kur e lexon në letër edhe është një tjetër gjë pastaj domethënë kur merr raste specifike. Edhe pse unë I kam trajtuar domethënë me aq kapacitet sa kam, përsëri është e vështirë për një individ të tretë, domethënë të kuptojë se si një nga këto tre ligje, për shembull, funksionon në raste reale edhe mbase domethënë do ishte mirë se kur jepin ndonjë shembull, qoftë kjo faktual që ka ndodhur ose diçka laboratorike. Tash ligjet në teknikalitet janë të vështira për të lexuar dhe interpretuar nga njerëz që janë jashtë fushës së saj, Patjetër. që janë noterët edhe njerëz që kanë studiuar ligjin. Por kur kemi të bëjmë me qeveri të korruptuar si këta, është shumë e lehtë identifikohet thelbi dhe ligësia që ndodhet brenda ligjit. Pra le të merremi me ligësinë që fshihet mbrapa ligjit. Okej. Edhe me shembullin I cili shprehet realitet, edhe është I prekshëm për njerëzit. Për ligjin për investimet strategjike që është bërë, se sa më mend numrin tani. Për shembull, Investime strategjike është numri 55/2015. Okej, bukur. Tani për këtë ligj, do të them trash do jap dhe një shembull fiks konkret për këtë. Është kemi 100, le të themi 100 hektar tokë, në të cilën një investitor strategjik ja ka vënë syrin. 70% e kësaj është tokë publike. 30% është tokë private, që e ka kushdo qytetar shqiptar atë tokë aty. Patjetër. Tani, për shkak se ky individ, ky oligark, në thonjza, ja ka vënë syrin në zhvillimit dhe e ka kaluar atë filtrin e të qenit investitor strategjik nga ana e qeverisë, ky ka prioritet për qeverinë që ky ta zhvillojë atë në atë zonë. Qeveria ja mundson 70% atë tokë. Kurse 30% ai person, thot ligji, oligarku, duhet ta negociojë me privatët, nëse ata bien dakord apo jo me çmimin që ky do I ofrojë. Nëse këta s'bien dakord me çmimin që ofron oligarku, atë oligarku ka të drejtë të thotë shtetit ndërhy ti dhe merru ja thonjza me forcë, në thonjza them, se s'është me forcë, kjo forca është e futur në ligj me lezet aty pra, duke se është forcë. Është futur kështu që të jepet çmimi zyrtar që ka caktuar qeveria në atë cop tok, për atë 30%, për atë privat. Çmimi referencës thua ti? Çmimi referencë, më I ulti I mundshëm. Ai është më I ulët se sa negociata e parë. Po, në qoftë, po, bravo. Pra, do të thotë ti edhe sikur mos duash një negociatë të keqe, ti do të vi një negociatë edhe më e keqe, po refuzova të keqe. Kjo është e pa drinë, I'm gonna make you an offer you cannot refuse. Po, fiks është mafia totale. Dhe është vjedhje prone. Pra, një tokë që mund kushtoj për shembull 200 metër katror, ajo do shitet 10 metër katror. Do t'i jepet atij. Do shpronsohet ai që ka atë. Ai shkreti një qytetar. Edhe këtë pjesën nuk e kuptoj shumë qartë, do shpronsohet. Valla, shpronsimi ka gjithmonë një përdorim publik ose një të mirë të përbashkët në mendje. Si mund të quhet shpronsim kur është thjesht marrje që ja merr nga një privat ja jep tjetrit? Ti thjesht ti po zhvat. Do ta them unë si legjitimohet kjo. Ata thonë, meqense ne kemi 84 mandate, ne përfaqësojmë shumicën e popullit. Dhe vullneti popullor, I cili jemi ne përfaqësuesit të këtij vullneti popullor, ne mendojmë pra në krye të këtij vullneti popullor që investimi strategjik e ka për nevojë këtë oligarkun Bashkim Ulaj për shembull në Rioll, që është atje për shembull. A kupton, dhe ky I vjet prioritet, sepse shumica e ka imponuar. Edhe ai këtë mbron, thotë, un kam 800.000 vota, thotë, më kanë votuar 800.000 shqiptar. Po asnjë nga ata shqiptarët nuk ka votuar për të vjedhur tokën Komshiut. Se po ta dinin specifikisht se çfarë do ndodhte, ti beson se prap do ishte ashtu, nëse dikush atyre do I thoshte që në momentin e parë që ky do zgjidhet do vidhen tokat e Filanit dhe Fistekut. Po kështu funksionon kushtetuta fatkeqësisht për ne. Nuk është një vullnet I drejt për drejt demokratik, që është edhe pamundur dhe shumë utopike të arrijë ajo që flitet. Prandaj duhet që kryesia e këtij vullneti popullor
ti jenë disa persona të cilët janë qëllim mirë në thelb. Më kupton? Po. Po është e qartë që këta s'janë qëllim mirë, kanë përpavi tjetër nga mbrapa, s'kanë qëllim në mirë nga mbrapa. E ka thënë qëllim në mirë të shumicës së popullit shqiptar, pra, për këtë qëllim bëhet fjalë. Tani, unë kështu e legjitimova aktin e këtyre, pas është në kushtetut kjo, s'ke që i bën kësajt. Vërtet janë të zgjedhur me aq mandate, 83 mandate sa kanë ata. Kanë shumicë në parlamentit. Dhe ata e bën atë ligj vet, edhe në bazë të atij vullneti e miratuan atë ligj. Tani, e di me se ngjan kjo, se do krahasoj me një gjë që e kemi kaluar një herë. Me kooperativizimin e kohës së Enverit. Qofse Enveri, kooperativat, pra i ndërtoi mbi tokat e personave që kanë pas pasuri të paluajtshme në atë kohë, në vitet 40, pra që shumica për ty ishin nacionalistë, të ballët kombëtar, të legalitetit e tjerë, ju morën këto toka në emër të popullit. Në emër të popullit, sepse kështu ndërtuan dhe ata në atë kushtetutën e tyre. Normal, është gjithmonë emër të popullit. Dhe sekuestruan, po e mira sa ku është që ajo pasuri u përqendrua tek shteti. Pra ajo kooperativizim administroi nga shteti. Megjithëse shteti, për mendimin tim në atë kohë, Partia Komuniste Shqiptare, deri në 45 të paktën, duhet quhet një band e armatosur terroriste. Pas kësaj, pasi kuptoi që do aneksohej nga Jugoslavia, atëherë ajo po mori konturin e një partie komuniste, le të themi. Pra, gjithsesi, se po dalim pak jashtë temës. Jo, s'ka problem. Dhe duke thënë këtë gjë, pra, siç bëri Enveri kooperativizimin që përqendroi shtetit këto toka, edhe këta po kooperativizojnë në mënyrë jo shtetit, po oligarkëve. Është të tmerrshme. Pra, këtë e kanë copëzuar pra pasurinë edhe shtetërore, se është dhe pjesë publike, por edhe atë private, si kohë Enverit, ja ka dhënë një grup oligarkësh, që është më të tmerrshme. Sepse në atë kohë të paktën fuqia përqendrohej tek shteti. Kurse tani pasurinë e kanë përqendruar në disa duar, që s'merret vesh nga janë, qoftë lokal, qoftë ndërkombëtar. Pra është një kooperativizim modern oligarkik quhet. Është të tmerrshëm. Kështu do të quhet ky ligj. Feudalizëm oligarkik. Kooperativizim, i marrin tokat një siç i bëri kohën e Enverit. Ja u mori, kooperativizoi vap, i bëri kooperativat në atë, edhe këta ky i sekuestroi. Se kjo është sekuestrim me dhunë. Edhe di çfarë është e bukur. Ata njerëz të shkret, pra, njerëz të cilët nuk e zgjidhin dot problemin, kanë të drejtë ta ankimojnë te gjykata kushtetuese këtë gjë. Tani imagjino radhën deri te gjykata kushtetuese. Po, është tmerr. Pra, para se shkon që ka është gjykata alternative, pastaj ajo apelit, po këto nuk ndihmojnë dot, se në fund është problem kushtetues ky. Është e miratuar që do të jetë me çmim referencë pagesa, shponsimi. Është të tmerrshme. Kjo është për sa i përket investimeve strategjike. Po edhe shembulli është fiks Riolli. Jo, Riollin, më fal, për Riollin nuk Riollin më duket se ai konsiderohet investitor strategjik, por aty nuk jam i qartë fikse çfarë bëhet aty, por kam një shembull konkret, jo Riollin, ishte pasaktë ajo. Kam atë zonën industriale në Tiranë, që do ndërtohet një zonë industriale në Tiranë. Okej. Se më mend emrin si quhet, por aty u shpronsuan njerëzit me çmimin referencë në çmim zyrtar që ofroi qeveria, edhe këta kanë bërë ankesa nëpër gjykata që të kundra kësaj vendimi. Po tashmë janë shpronsuar dhe punimet po vazhdojnë për zonë industriale. Ta gjej këtë se nuk e kam mend, të Tiranës. Ishte një shembull fiks, domethënë, për investime strategjike. Shembulli fiks në këtë rast për investitor strategjik, ku janë shpronsuar qytetarët pa në thonjza i pyetur. Se ligji thotë që pyeten, le të themi. Po në fund ata prapë shpronsohen me atë çmimin zyrtar që vendos qeveria. Dhe rasti konkret është Teda në Kashar, që është një zonë ekonomike industriale që po ndërtohet. Edhe ka aktualisht qytetarë të cilët janë ankimuar nëpër gjykata për këtë, që nuk janë dakord me mënyrën se janë shpronsuar në Tiranë. Po. Teda Kashar kjo. Economic Development Zone në Albania. Mos është atje ku do bëjnë ata databazën, gjëra kështu, çfarë po thoshin apo? Se kam parë, nuk e di ku do bëhet databasa. Ndoshta bëhet edhe këtu. Sepse e di që këtu do bëhen kjo në qasje është gjë e mirë, se kishte disa thithje zhvillimi ekonomik dhe industrial. Për këtë punë bëhet kjo, më kupton? Por çështja është se nuk duhet bien kurrë të qytetarëve, më kupton?
Duhet qenë zona ta tilla, të cilat vërtet janë në tokë shtet, e kupton? Po jo të bien kurriz të privatëve. S'ka nevojë, pse? Duhet punoj më shumë shteti të gjej zona përkatëse, ose të paktën të shpronësoj njerëzit ashtu siç duhet. E kupton? Jo me këtë çmim, siç është projekti TAP. Në projektin TAP shpronësimet janë bërë siç Mira, duhet, me po. goxha mirë, kupton? Pra duhet bërë e njëjta gjë edhe në këtë rast. Sepse është tani tjetër ta ligj në njerëzit që janë që është bërë e keqe, domethënë çfarë mund të bëjnë, ato thjesht do t'i futen rrugëve të gjykatave, Po, domethënë vetëm dhe kur t'i rrugëve. bjeri radha. Asgjë tjetër, vetëm Kjo është gjykata. çmendurim. S'kan asnjë mbrojtje, asgjë gjë. Po thotë duhen dhe lek, do të paguar avokati. Kjo gjë domethënë. Po. Domethënë dhe ato 5 lekë që morën nga zhvatja, domethënë ato do të Do jetin te paguajnë avokatët. avokatët, po. Ua, çmenduri. Është dhe ka mundësi nuk do jepet zgjidhje derisa ligji, sepse ligji është shumë i qartë në atë që do. Do shtojnë negociata, po, do rhynë shteti për shpronësim. Po si ka mundësi që diçka e tillë nuk është antikushtetuese, se që bie në kundërshtim të drejtë për drejtë me Konventin Evropian e Vërtetë të Njeriut e dim. Tani Dhe konventi të drejtas pronës, si është ajo neni. brenda është. Po, dhe Europa e ka bërë me dije këtë që në fillim që kur ligji është krijuar, që nuk duhet shfuqizuar ky ligj. Edhe këta me stil shikoj sa të ndryshë janë. Than, do e vendosim ligjin, po edhe do e shfuqizojmë para se ty mbeje. Pra do e bëjmë dëmin kur jemi jashtë BE-s, do e shfuqizojmë që ty mbeje në 2027. Tmerr. Po. Ata kishin plan që ta shtynin këtë ligj. Tani ky del sot dje, domethënë, te takimi dhe tha që ky ligj e ka kryer objektivin. Ndërkohë këta po diskutonin ta shtynin ligjin, ky thotë ka kryer objektivin. Dhe ne do e shfuqizojmë ligjin këtë vit. Është të tmerrshme. Pra si mund gënjesh kaq hapur? Janë palaço. Po Shumë si ka mundësi që u konfirmua për herë të parë një ligj i tillë, domethënë, çfarë bënin opozita, pa hanë të barë ato, domethënë, kurse duhet një farë numër votash për të kaluar një ligj të tillë, apo jo? Duhet diku të shtatet e kusur. Ligji për investime strategjike, me sa di unë, ky ligj kemi sot me këto. Ka nisë që në 2015-ën, Po, sa të në kohën kur është bërë ka qenë aleanca shumë me shpifur PS LSI. Po këta të tjerë çfarë bënin apo? Dhe kur ndodhi ajo, ata as nuk kanë abstenuar, as nuk kanë votuar kundër. Pra s'kan qenë aty fare. S'kan qenë fare aty prezent. Me demek çfarë? Domethënë që kanë japin një mesazh qeverisë që ne jemi me ju, në fakt. Patjetër. Sepse është ajo thënia e famshme e Martin Luther King, ai i cili nuk kundërshton le të themi të ligën, po e parafrazoj Saman Fix, është po aq bën aq dëm sa keqbërsi. Pra ai i cili nuk flet kundra të ligës, pra hesht Kjo është e tmerrshme, sepse kjo është domethënë mos përmbushje e detyrës ose tradhti nga ndaj atyre që i kanë votuar, sepse ti nuk i votuar për të mos qenë atje, për çfarë lloj arsye të jetë ajo, domethënë në atë këtë moment sa do lloj deputet kanë pasur ata, të gjithë ata kanë dështuar duke mbrojtur interesin e elektoratit vet. Po. E tmerrshme. Shumë banorë që janë votues të PD-s nuk janë ndjerë të përfaqësuar, sepse ata kanë rënë viktimë të kësaj. Në për gjithë Republikën e Shqipërisë. E tmerrshme. Po tjetri është 21-2024 pastaj. Në radhë. Mund të themi edhe paketën e maleve, po edhe këtë. Paketa e maleve është më vonë, sepse paketa e maleve është 2025, është një vit më vonë. Bëjmë këtë. Këto janë tani zonat e mbrojtura, ligji për zonat e mbrojtura, Shqipëria s'ka pasur. Socialistët janë ata të cilët e kanë krijuar këtë ligj për zonat e mbrojtura. Ka qenë një ligj që ndërtuan këta, po këta bën amandamente në 2024 te ky ligj, ndryshime. Ta tilla që po e them fiks fare. Qofse ke një hotel me 5 hyje, ke të drejta ndërtosh brenda një zone të mbrojtur, brenda zvonës. Kaq. Me disa fjali të shkurtra, bëj kujdes, po them thonjza, për natyrën. Por se çfarë do të thotë kjo, ka vend për interpretim, bëj çfarë të duash. Sepse një pjesë e mirë e këtyre e kanë vënë në të gjitha ligjet, këto ligje që janë të këqija dhe të liga, domethënë, gjithmonë vendimet eksakte ose interpretimin e lënë për aktet nënligjore. Pra akte të Këshillit të Ministrave, ku dëgjon diçka e tillë, domethënë që ata mund të bëjnë literalisht çdo gjë që aty, thjesht mbledhen një 10-15 vjet atje e themi do e bëjmë, e kalojmë. Domethënë po është çmendur mos si mund të kalojë një ligj i tillë.
Domethënë se çfarë kuptimi ka se bie ndesh me faktin e aktit të shpalljes, domethënë nëse ti e shpall një zonë të mbrojtur, normalisht shpallja e aktit deri përpara këtij ligji thoshte që çdo gjë që s'është parashikuar tek akti i shpalljes nuk ndërtohet. Kurse tani thot çdo gjë që nuk është e parashikuar te akti i shpalljes nuk ndërtohet përveç hotelerizëm, pesyje, agroturizëm dhe infrastrukturë Që e kalon këtë filtr direkt plus. E kupton? Po kjo është çmenduri. Kjo është, domethënë, kjo bie në kundërshtim me njëra-tjetrën në të dyja pikët e Henrin, 33 duket se është te ligji. Domethënë, si mund të kaloj diçka e tillë dhe përsëri jam kurioz domethënë të digjës. Valla, ku ka qenë opozita më? Nuk ka opozit fare. Sidomos një herë në 2024-ën. Okej. Po. Opozita më tani më tutje, zgjedhjet e fundit s'ka më, këta kanë 8 ditë 3 mandate, bëjnë çfarë të duan. Prandaj dhe votuan këtë të paketën e maleve, se kjo është bërë tani më duket. Po, është vitin e kaluar, Po. në fund vitit e kaluar, nëntor. Pra pasi fituan zgjedhjet. Po. Edhe desha të thosha që në pragun e ngrohjes globale, në një kohë ku kemi sipas studimeve të ndryshme, kemi rënje të biodiversitetit globalisht. Po diskutohet si të hysh brenda dhe të ndërtosh rezorte në zona të mbrojtura. Katastrofë vërtet, e kupton vetë edhe shpirtërisht është shumë e tmerrshme kjo që Është e ligësht, ha? është shumë e Të tmerrshme. bën të ndihesh keq kur e dëgjon, domethënë sa kur i merr me shembull vërtet të bën të ndihesh jashtëzakonisht keq. Edhe ajo që do bëjë në Zvërnec, e cila është zonë e mbrojtur, faktikisht ishte një qytet i tërë. Është e pamundur që të ai qytet pra të jetë brenda kuadrit që do e mbrojë këtë zonë. Do e ruaj. Si inxhinier ndërtimi mund të them S'ka që mundësi. qyteti jo, por dhe ai rezorti paraprak që e ke parasysh ato fotot e para, vetëm ato që tek ajo pjesa pasi çdo që ishte e vogël, edhe ajo është inxhinierikisht e pamundur që të krijosh diçka të tillë, që të mbrosh të gjitha habitatet aty, se ne mund të flasim pastaj për ndotje akustike, ndotjen e dritës, ndotjen e zhurmave të tjera, vibracionit që janë shumë të rëndësishme. Që shpendët janë mbathur më njëherë për këto. Pikërisht, pra, kështu që është ajo nuk është sa e madhe është apo sa e vogël është pothuajse pamundur për të ndërtuar diçka të tillë sepse ai është një ambient jashtëzakonisht i ndjeshëm. Ndaj çfarë do lloj ndryshimi sa do të më të vogël, domethënë bile një shëtitje mund i shqetësoj zdojtë atje. Do të citoj fiks se çfarë ka thënë Edi Rama dje dhe Marta Kos për këtë projekt, fiks se çfarë kanë thënë. Thot, Albania should make it happen for itself and for Europe. And of course in the process will be as we have been until now, very rigorous in asking nothing but the highest standards. Nothing but something that will make everyone proud for having this thing. Vetë Edi Rama thotë, this thing ja ka vënë emrin. Se thing është vërtet. In the middle of Europe. Otherwise, it will not happen. Marta Kos direkt sa mbaroi fjalin ky, and indeed, it won't happen. Edhe vazhdoi. Pra, është shumë e qartë që ky projekt, siç është tani në këtë trajt, s'ka për të ndodhur kurrë. Është e qartë, sapo tha Marta Kos, s'ka për të ndodhur. And it won't happen. Po si ta kuptojmë, mund ta kuptojmë këtë si një hapësirë për përshtatje, për rregullim, për përshtatje të projektit apo është diçka që s'do ndodhi fare? Tani në takimin e dieshëm, tani të shkojmë pasojën ç'ndodhi. Në takimin e dieshëm që u bë për asociacion dhe mbylljen e kapitujve, u tha që amendamentet, ndryshimet te ky ligj që mbrohen te këto zona, e në fund i lejojnë ndërtojnë mbi to, pa u bën ndryshime që të lejojnë ndërtojnë mbi to. Këto ndryshime do të zhbëhen. Dhe Edi Rama tha, kjo fjalë mua nuk pëlqen, ligji s'do të zhbëhet. Është vërtet ligji s'duhet të zhbëhet, duhet të ketë ligj për zonat mbrojtura. Por duhet të rregullohen dhe duhet të përshtaten. Dhe Edi Rama në vend që të thoshte do zhbëhen, ka thënë do rregullohen 100% sipas standardeve europiane. Kështu ka thënë. Pra do të zhbëhen në pak fjalë. Thjesht ai se pranon që ka. Se nuk ka nevojë të zhbëhet ligji, thjesht ndryshime duhet të zhbëhen. Po pra, ndryshime po ja sa të se thoshte. 2017 apo 14 kur është ai ligji apo 2007 për zonat e mbrojtura. Përpara këtij pra. Po nuk e di në zhvitësh, po di që këta e kanë. Thjesht do të kthehemi atje. Po atje do kthehemi, por
do bëhet pra, do bëhet edhe ato ndryshime që do bëhen, thot, do bëhen sipas BE-s. Pra ky thot do zhbëhet, e nuk kupton që do zhbëhet, se s'ka ku shkon, se nuk pranohen ato. Të ndërtosh hotel 5 yjet pa masë, nuk bëhet kurrë. Çmenduri. Se pranon BE-ja. Mos e kuptoj çfarë arrogancë kanë që shkuan dhe tentuan ta bëjnë këtë. Janë arrogancë pa parë kur ndo. Që do të thot, ky thjesht mbi vendoset me fjalë. Ajo thot tekstualisht, Shqipëria, do thonë, tha vetë, po citoj tani Marta Kosin. Po Tha, të lutem. po thot fikse çfarë thot. Already before this protest, we had started and we agreed with Albania that this year they would repeal the 2024's year amendments for the protected areas. A kupton? Pra, Po pse se tha që herën e parë kjo që foli këtë valla. Na kishte dhënë më shumë zëmër ne që protestonin me se herën e parë tha që shqiptarët, domethënë politikanët shqiptarë më kanë dhënë fjalën që do i shohim gjëra të mirë. me çfarë shoh unë, mediat shqiptare kanë për detyrë të japin këtë pjesë të takimit. Këta nuk japin këtë pjesë të takimit. Po media shqiptare Ata flasin vetëm për mbylljen e 3 kapitujve, Po. pra arritjeve të qeverisë dhe jo dështimet të saj. Normal. Jemi Dhe Komisioni Evropian s'ka për detyrë tani të ketë një, le të themi, një media private që të promovoj këtë që tha gjithkohës që t'ja përçoj protestuesve. A më kupton çfarë them? Po. Pra përgjigjja e tyre patjetër që do jetë neutrale. Do të thonë thjesht ne e bëm deklaratën. Kjo është situata. Pra amendamentet do zhbëhen, e ka thënë tek repeal do të zhbëherje. Më kupton? Është shumë e qartë. Ai tani thot mbi vendoset mbi këtë thot që të kuptohemi. Pra bën çorap njerëzin thot. Nuk do zhbëjmë ligjin ne për zonën botë. Por do ndryshojmë thotë gjërat sipas standardeve europiane. Pra nuk do e zhbësh. Që do thotë fiks që do zhbësh ndryshimet. Po pra. Literalisht do zhbësh. Shumë i lig i tmerrshëm. Edhe ata u bezdisën aq shumë saqë zëdhën se aty tha, okay. Pyetje radhë, domethënë u bezdisën vetë europianët me përgjigjet që jepte Edi Rama. Po. Me mbi vendosjet që bënte mbi deklaratat e komisionerës. Sa ignorant na turproja me njerëz. Po, shumë e turshme. Është vërtet e turshme, ja dërguar një farë lloj mos profesionaliteti, domethënë në disa rangje për mos filluar me ato të gazetarëve. Domethënë, okay, domethënë që mund të themi që ka një farë më shumë se shpresë, kjo është një fitore. Domethënë që nga pala e Bashkimit Evropian janë fiks sa i bie 30% të pikave të protestuesve janë fituar nga pala e Bashkimit Evropian. Tani këto duhen bërë votuar në parlament që të është zhbërja e investimeve strategjike, që e ka thënë Marta Kos gjithashtu, do zhbëhen investimet strategjike, na e premtuat, pra, këtu, edhe zhbërjet e amendamenteve për ligjin e zonave të mbrojtëve. Pra të dyja këto do shkojnë në parlament së shpejti. Dhe këta si Çeçua do i votojnë prapë këto. Thua? Po, ke për ta parë. Mos bëhen bashkë të gjithë prapë apo? Si do bëhen bashkë? Për do janë PSN Allah, edhe nuk bën nxjerr ndonjë gjë tjetër. Tashti nëse këta bëhen dhe bëjnë këtë punë, atëherë Shqipëria konsiderohet vend armik për BE-n. Po. A kupton? Po. Se nuk do futet as në BE. Armik komplet, do të thënë komplet do shkoj deri në pikë embargoje. Vend i paligjshëm komplet. Republikë bananash. Shpënuri. Po. Kështu që nuk besoj se do tentojnë. Pra këta Bashkimi Evropian pikat e protestuesve, 2 nga pikat, 2 ligjet ju kërkon parlamentit shqiptar ti çojnë në parlament dhe ti votojnë. Të votojë zhbërjen, po. Me qartë. Shiko, kjo është fitore betejë, jo fitore luftës. Normal, betejë. Një betejë e vogël në luftën e madhe, domethënë që me lufta zgjat shumë, domethënë nuk pretendojmë që të fitojmë gjitha me tjetër kohë. Se jo, unë e përsërita pak këtë për faktin domethënë se njerëzit domethënë të mos në rrjetet online ose në rrugë, në sheshe, në protesta, domethënë gjithmonë janë vërtet të edhe dyshim. Duke u nisur nga ajo gjë që të tiq, mënyrë se televizionet shqiptare i trajtojnë gjitha temat që nuk e nxjerrin anën e fitores së protestuesve etj. Edhe shumë njerëz ndihen të pasigurt, domethënë prandaj edhe unë doja që ta preknim pak më gjatë. Dhe në të njëjtën val mendimi, domethënë ajo temë për mendimin tim që njerëzit dinë më pak, domethënë që është edhe deri diku e vështirë për ta kuptuar, është ligji 20/2025 për paketën e male. Domethënë ai ligj është jashtëzakonisht shumë i çuditshëm dhe akoma domethënë
Edhe unë e di që unë ta shpjegoj në mënyrë objektive, pa marrë shumë shembuj domethënë, është shumë i koklavitur, siç që domethënë për të kuptuar. Ke ti një mendim ndryshe domethënë se si mund ta paraqesim këtë? Po, do ta shpjegoj siç shpjegova investitor strategjik, edhe këtë. Faktikisht është më i thjeshtë se ç'duket. Shteti ka, po flas parimi i saj i ligë. Është më i thjeshtë se është shumë i dukshëm. Po, parimi i ligë është Parimi- më lehtësisht i dukshëm, po. Paketa e maleve cilëson që nëse shteti ka tokë, kullotash, edhe disa lloj kategorish të tjera që janë në zonat malore, le të themi, për shembull. Kemi një rrip toke, edhe aty është një çoban. Ky çoban ka mbi 10 vite që e përdor atë tokë për kullota dhe ka fatura që ai ka shitur qumshtin në një baxho dhe ka të vërtetuar që ka mbi 10 vite. Bashkitë, të cilat janë shumica socialiste, këti poseduesi jo pronar, le të themi, e konsiderojnë të këtill pra, dhe nëse ky ka një ide, ky çoban ka një ide për të krijuar një projekt aty, pra ky çobani po pritet se nga i erdhi këtij kjo idea. Ky do ndërtojë një resort, një zonë industriale mbi atë në atë tokë. Atëherë ky ka menjëherë hyn, domethënë kalon këtë filtrin e bashkisë pra, e miraton kjo bashkia që ky i ka mbi 10 vite që punon këtu si posedues jo pronar. Dhe ky mund vazhdojë dhe ta bëjë atë projekt që ka për të bërë. Toka shitet për 1 euro, sa është? Dhe 1 euro për metër. simbolikisht pra, që është. Dhe ky papritur pra çobani që s'ka asnjë vit shkollë pra, papritur u frymëzua për të krijuar një resort, një kështu e ke parasysh. Nga adreshin e gjeti ky çoban këto ide pra, këto. Vaki Zemirmane është çoban. A e kupton se çfarë? Një çoban, një njeri që ka punuar tokat atje sipër pra vreshtat. Ky papritur u super edukua, edhe papritur ka edhe gjetur edhe investitorët dhe po i mbledh aty. Dhe problemi qëndron këtu që në atë tokë, e cila është tokë shtet, nuk është e tij, prandaj quhet posedues jo pronar. Ka dhe persona të tjerë që kanë punuar mbi të. Po. Që mund të jenë familjar të këtij ose familje të tjera. Që do të thotë nëse shteti gjithë të tokë ja jep këtij individi, që në thonjza mund të jetë patronazhist dhe do jetë patronazhist sepse këtë do kontrollojnë ata. Ka mundësi që të nxjesi vllavrasje. Vllavrasje, sepse këta që punojnë tokën, dy merr toka. Ata kanë bukë në gojës aty. A më kupton? Po, kollosi në dhënë edhi lope, gjëra të tjera domethënë se normalisht tokat elektorale janë jashtëzakonisht shumë të rrezikshme të pastura, sidomos në malësitë e jugut dhe të veriut. Po. Nga dy anët. Pra patronazhisti i fisit, fshatari i asajt pra aty, ai do i përqendrohet ajo fuqia e asajt, e tokës, do i jepet. Direkt do bëhet me atë pronë. Pra nga jo posedues jo pronar do bëhet pronar. Dhe do ja u mohoj të tjerëve të drejtën e tokës. Sepse do bëj çfarë doj aty. Atë investimin që ka për të bërë. Që ka Kjo është e projektuar. tmerrshme, kjo është vetëm 360 gradë si magazinierët në kohën e komunizmit, domethënë ishte njëri thjesht kishte mirë me partinë dhe ai bënte ligjin në të gjithë magazinën. E konsideron si pronë Po. vetë, e njëjta gjë. Kjo është faktikisht si puna e investitorëve strategjik, por në aspektin e mal. Pra këta duan marrin fushat, investitor strategjik shkon edhe në male patjetër. Po kjo është apostafat edhe për njerëz që mund mos kenë lekët e investitorit strategjik. A kupton? Për një njeri i cili do zhvilloj malin, ëmra, me një plan, me një ide, me njerëz që në hije, pra që nuk dihet se kush janë këta që do i japin këto. Në zona shumë të vështira për ndërtuar, do ndërtohet. Ku dalin këto lekë? Nga ku dalin? Pra jo vetëm që nxitet vllavrasja, por edhe pastrimi i parave. Edhe favorizimi Edhe favorizimi, po edhe ndarja, domethënë E e patronazhit. ishte shumë e madhe sepse nëse do ishin vetëm patronazhista, siç ata që kemi parë deri më sot, domethënë deri diku do ishte okay se çfarë do bëjnë patronazhistë maksimumi do ketë një 100.000 euro, me 100.000 euro nuk fillon ata asnjë gjë. Por, domethënë me sa e kuptova unë, ligji parashikon një bashkëpunim të tillë që nëse ky patronazhisti tashmë është posedues jo pronar. Po ka 10 vite që punon atë tokë.
Edhe vërteton këtë. Edhe domethënë i ka vërtetuar këtë gjë. Tashmë është posedues jo pronar domethënë. Edhe ky ku bëhet, më fal, te bashkia. 90% bashkive janë socialistëve. Pikërisht, është e tmerrshme. Por ky domethënë mund të kërkojë leje ndërtimi edhe pa qenë pronar akoma, vetëm posedues për plan zhvillimor dhe nuk e ka as detyrim që të ketë lekë e veta, i vetëm detyrim atë që është që ky është projekti im. Domethënë që unë mund të t'jap një projekt të një super hoteli, edhe të them bari i dashur, merr e thoj bashkisë, ky është projekti im, domethënë do bashkëpunojmë me një konglomerat që ja kam treguar atyre projektin, ata e kanë pranuar dhe janë të gatshëm për të mbështetur domethënë. Dhe krijohet ajo balanca që njëri ka tokën, tjetri ka lekët. Domethënë, po ky që ka tokën, domethënë edhe njëri i mirë ishte, e zëm se e ka marrë njëri i mirë që s'është patronazhist. Ku është balanca e tregut të lirë, domethënë, kur ai të vjen ty me minimumi 50 milionë euro për të investuar aty, domethënë, dhe vetëm ajo që ti ke tokën, që është bler me 1 euro për metër katror. Po. Nuk ka asnjë lloj balance, ai Edhe ai ka jetuar maleve gati gjithë jetës, edhe ky pa pritur i gjeti këto fonde. Ku ku jemi? E kupton tani. Është një çmenduri e vërtetë. Është tmerr i madh. Edhe fatkeqësi për ata njerëz tjerë që janë punojnë aty, pa kanë bukë në gojë, shumica, sidomos njerëzit që në për fshatra e kanë, vazhdojnë i përdorin këto për kullota, për kështu. Imagjino ti mohohet ajo e drejtë. Normal është e nevojshme, ajo është e pashmangshme. Prodhimi i qumshtit dhe prodhime elektorale ka rënë shumë në Shqipëri. Në mënyrë Kjo do drastike. nxjisë edhe më shumë këtë gjë. Po. Sepse do shiten gjitha. Është e tmerrshme kur e mendon. Është shumë e rëndë. Për këtë pse nuk është folur ai shumë se sa për dy të tjerët? Fatkeqësisht e thot një person që është politikan, është Adriatik Lapaj, ai madje do bëjë referendum, e ka thënë i pari ka ngritur se ai është avokat, e di mirë këtë çështje, po njerëzit se dëgjojnë, sepse kanë qasje të nuanca qasje politike. Por njerëzit do të shohin përtej asaj do të shohin që ky person është një profesionist i fushës dhe po flet brenda kompetencës vet. Dhe ka dalë te Blendi Fevziu, edhe para vet Blendi Klosit, ku vet Blendi Klosi e pranonte interpretimin e saktë që ai u bënte ligjeve. Kam kupton. Adriatiku, po. Edhe thoshte, ligji i shkëlqyer, thoshte. Blendi Klosi, po. Kështu Adriatiku thriste, investorët e gjik janë vjedhje prone, paketa maleve do nxjisi vlla vrasje. Shumë e qartë. Të dyja shkojnë drejt kësaj gjëje. Edhe faktikisht investorët e gjik provojnë të vërtetën. Thatë vërtetën Adriatiku. Dhe në fund shikoj si po përplasen njerëzit, si po acarohen me këtë ligj. E çfarë po bën. Për paketën e male akoma nuk e kemi parë atë. Se nuk e di, ka gjetë zbatim akoma në. Po kur të gjendet zbatimi, do krijoj përçarje të mëdha në popullat. Do nxjisi vllavrasje, do nxjisi emigrime, sepse do ikin njerëzit, do thonë nuk vlen. Normal, është që unë besoj që do nxjisi më shumë vllavrasje se emigrime, bile mund të kthehen edhe emigrantë që kanë ikur përpara vetëm për të kryer vllavrasje, domethënë se normalisht nëse ti je një plak që 3 djemi ke të gjithë në emigrime dhe i mban vetë dhënat dhe një ditë të bukur do ke gardhin aty, domethënë që do të ngelim normalisht nuk ta falë njëri ato se ti aq ke, çdo humbësh, s'ke çfarë humbë. Në rjoll shumë emigrantë janë kthyer mbrapsht për të protestuar, imagjino. Jetojnë në Angli, vinë vetëm për protestuar. Është shumë mirë. Prej tjetërsimit që u është bërë pronave dhe që u është dhënë pra atit. Sepse është e tmerrshme dhe e padrejtë, domethënë, edhe normalisht nuk duhet toleruar në asnjë farë lloj momenti, domethënë, bile më përpara duhet të kishin ndodhur. Dhe ka ndodhur përpara, por ne njerëzit fatkeqësisht rrinin hesht, sepse rjolli kishte muaj përpara që proteston. Po, mimi. Shumë fatkeqësisht. Po. Ishte e tmerrshme, ishte domethënë edhe okay. Në mas nuk ka besoj që është ajo çështja që ti the më përpara, domethënë që ka një lidhje të drejtë për drejtë rjolli me siç ka ndodhur edhe në Pishporo, domethënë që përveç problemeve me ligjore, një pjesë e mirë janë është tjetërcimi pronave, është me dokumenta të falsifikuara, me klane, le të themi, ose kriminale ose gjysmë kriminale, gjëra kështu skutash, domethënë që jo domosdoshmërisht dalin përsipër dhe normalisht është shumë e vështirë të bësh ballë. Plus që edhe vëmendja në rjoll nuk ka qenë aq e madhe përpara, përveç 2-3 individëve domethënë që kanë folur, ka pasur shumë probleme edhe me ata të quajtura partitë reja apo të vogla. Po partitë reja e kishin denoncuar më herët atë punë. Për shembull Agron Sheaj. Po.
Gjithkohës, madje e solli edhe në parlament. Madje në parlament nxori një inqizim të një plake, të një zonje pra, që ishte nga rjolli, që ju ankoi deputetëve për situatën që po ndodhte atje dhe nuk sikur i fliste robotëve pra. A kupton, ai inqizim, asnjë se dëgjonte. Vetëm Meralt Kapri dhe Agon Shea në atë rast. Pra, faktikisht partitë e vogla, që të them në diçka, çfarë do të bëj protesta, çfarë do të bëjnë qytetarët në tërësi, çfarë do të jenë objektivat e radhës. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, Ne, po.